në punën e komandave e shtabeve, kam vënë në gatishmëri luftarake teknikën e cila u vu sot në eficiencë në stërvitjen e shtabit të kombinuar me qitje luftarake. Kjo teknike vënë në parametrat e duhur, gëshetuar me përgatitjen e lartë profesionale të efektivave, i përgjigjet më së miri nevojave të ristrukturimit të forcave të armatosura. Janë zhvilluar njësë stërvitjesh paraprake për të ardhur deri në këtë aktivitet e dyta brenda 3 ditëve. Në aktivitetin e sotëm mori pjesë presidenti i Republikës Recep Mejdani, me cilësinë e komandantit të përgjithshëm, ministri i mbrojtjes Luan Hajdaraga, shefi i shtabit të përgjithshëm general Alex Andoni e të tjerë. Pas paraqitjes së forcës, dhënia e një informacioni për divizionin e artillerisë të Tiranës skicoi tablon e saktë të gjendjes së mëparshme dhe të asaj aktuale. Nëpërmjet filmimeve të realizuara gjatë shkatrimit të vitit kaluar, u evidentuan shifra të tilla. 90% e teknikës ishte dëmtuar, e i shkatruar 95% e mjeteve të manovrës, ndërkohë që janë vënë në gatishmëri 70% e mjeteve të artillerisë. Janë pajisur 14 batalione artillerie dhe në 3 batalione ka filluar stërvitja. Pas këtij informacioni, filloi qitja në territorin e caktuar. Sipas një plani të detajuar, u realizuan qitje me flaketës, granata herc, topa kundërtanke, mortaja, batalion artillerie topabus, batalion artillerie reaktiv. Në Fushim janë të vendosura armatime të ndryshme. Kjo pajisje shërben për matje largësie deri në 20 km me gabim 5 metër. Me anën e saj është realizuar kompjuterizimi i artillerisë, ndërkohë që përdoret edhe nga studentët e Akademisë Ushtarake. Kjo është raketa kundërtanke e cila ka aftësi shpuese 600 mm blind e përdorur sot në Evropë. Në fund, para efektivave pjesëmarrëse të rreshtuar, presidenti mbajti fjalën e rastit. Ndër të tjera, ai përgëzoi të pranishmit për realizimin me sukses të qitjes. Gjithashtu, ai bëri thirrje të gjithë kuadrove për të rritur ndjenjen e përkushtimit dhe përgjegjësisë ndaj detyrës, veçanërisht në situatën aktuale dhe zhvillimet në kufirin verilindor të vendit tonë. Duke u referuar atyre, presidenti i Republikës kërkoi shpejtimin e rritjeve të ringritjes së artillerisë, vendosjen e saj në gatishmëri dhe rritjen e përgatitjes teoriko-profesionale dhe qytetaro-atletare. Ai i garantoi të pranishmit për mbështetjen e vazhdueshme edhe të fuqishme të qeverisë, Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtabit të përgjithshëm. Ky efektiv, pas këtij aktiviteti, në synimet e afërta të tij, ka që deri në fund të vitit të vënë në gatishmëri të plotë gjithë teknikën e disponuar me qëllim që të bëhet partnere me artillerinë e vendeve të tjera të botës në mënyrë të veçantë me NATO-n.